se na mundohemi me kupju dikon tjetër, veç që neve po na duket moderne, atëre na jena të jetu jetën e dikuj tjetër, e jo ato që neve na bën të lumtur. E prandaj këtu lidhen edhe ato normat morale dhe normat fetare, që modernizmi shpesher është pengesë për me u realizu diçka çfarë një masë e shoqërisë e sheh që nuk ka nevojë të modernizohet. Ku është modernizmi, ku është pengesë sa i përket normave morale të cilat i përmendët? Për shembull, normave morale unë veç i ceka janë për shembull veshja sa ma moderne që je aq ma evropiane, ose jeta e natës, argëtimit, sa ma të shthurur mundi me thënë lirisht, është qa që ma modern je. Ose për shembull kemi ndërtesa, si thash, përdorimi të gabim e gjë e tilla, konsideroni gabim? Po, nuk është gabim, por në momenti kur një shoqëri nuk i respekton normat ligjore, se për shembull në perëndim një i ri pa i mbushur 18 vjetaj nuk mund të i bëj ato punë që janë të kundërligjshme. Për shembull pjesëmarrje në diskoteka, ose për shembull cigarja, fëmijët e shkollave fillore e shesin madje edhe marijuanën, që i thënë, në oborret e shkollës. Edhe këto nuk janë pozitivit, këto nuk mund t'i gjesh në perëndim, po te na i gjenë. Prandaj, kur ballafaqohet tradicionalja dhe ajo fetarja me modernizmin, atër këtu i bjerë një shthurje e shoqërisë, nga aspekti moral. Po, në këtë rast a i bie që shoqëria jonë pastaj të gjej vetën në një pikë që të zgjedhë, në mes të asaj tradicionale, që ndoshta ndonjëherë këtë tradicionale ne ka imponuar edhe çështja e fesë, apo modernizimi. Po modernizimi kur e themi në aspektin e përmbushjes personale, jo vetëm që të përshtatet me masën. Po, ajo është vërtet ashtu, mirë po shkon edhe kjo, po ka raste kur disa norma të shkruara nuk përputhen. Cilat? Për shembull, këto LGBT, që janë komuniteti LGBT, ata e kanë jetën e tyre të lirë, mirë po ata nuk shihen si njerëzit të modernizuar në një rreth ku LGBT në numrojnë si një devijim social që shë kanë numru në Amerikë në vitin 1951. Prandaj duhet me gjetë një mesatare çka është e mirë, që unë mendoj 90% prej modernizmit është e mirë, sepse thelbi i modernizmit në kërkoj falje i nxoraja 5 pikë, ndërkohë thelbi i modernizmit është shteti ligjor që funksionon për të gjithë, e dyta është arsimimi cilësor dhe mendimi kritik, ekonomie qëndrueshme dhe jo vetëm konsum, se na veç dim me ble, konsumatori jemi të mirë, nuk jemi prodhues të mirë, respektimi i diversitetit, kjo bjerë edhe të LGBT-ja, do me thonë që na jetojmë në shekullin 21, edhe ti nuk kime pa marrë parasysh që ndoshta në mendjen tonë dhe e sheh një sjellje të shthurur, na nuk kemi të drejtën që ati t'ja mohojmë të drejtën e ti, ose cenojmë. Si dhe e fundit kultura e punës dhe përgjegjësia qytetare. Për shembull, përgjegjësia qytetare, ti nëse në Zvicër, Gjermanin e gju një duç të cigarës, dënohesh. Nëse një rast e kam pas një dosti imi, i ka marrë e ka ly bicikletën me vaj. Edhe Gjermanka me njerë lajmëron edhe e pagun dënimin, pse ka pik një pik në ciment, e pagun dënimin 500. Po, kjo është faktikisht që ka të bëjmë me regullat